penal për falsifikim zgjedhor nga grupi strukturuar kriminal, numrin korrekt, dhe prokuroria e ka pushuar çështën fillimisht dhe e ka qenë në Durrës për sa i përket veprës së falsifikimit zgjedhor. Ndërkohë tani kemi të reja, pasi gjykata e shkallës parë, gjykata posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka vendosur që SPAK-u duhet të hetojë krimin zgjedhor në qarkun e Durrësit. Pra i ka dhënë drejt të gjithë pretendimeve të mia që kanë bërë në kallëzimin penal. Sigurisht që e ka parë të arsyeshme dhe i rendit faktikisht detyrat që i ka lënë prokurorisë. Juve do ju lej një kopje të këtij vendimi të gjykatës. Është një vendim i cili faktikisht është shumë shpresplot për të vënë para përgjegjësisë gjithë ata që kanë futur duar tek votat e shqiptarëve në 11 maj 2025 në zgjedhjet parlamentare që lanë pas. Gjithashtu gjyqtarja vëren dhe i thot prokurorisë edhe për pretendimet e mia të tjera në raport me zgjedhjet dhe falsifikimin zgjedhor që kanë ndodhur në qarkun e Tiranës, të Fierit dhe të Dibrës, fakte të provuara botërisht nëpërmjet mediave dhe si pasojë e procesit të rinumërimit që ka ndodhur brutërisht në muajt qershor korrik në Shqipëri. Pra ky është një vendim, duhet ta përshëndes gjyqtarin e cila ka një nivel të lartë domethënë në vendim, ka shkruar 38 faqe dhe i ka hyrë me themel çështjes së votës në Shqipëri. Unë mendoj që çështja e votës në Shqipëri është shumë e rëndësishme dhe merr një trajektore tjetër nga ky vendim i gjykatës që detyron prokurorinë jo vetëm për të regjistruar kallëzimin penal, që nuk e ka regjistruar, por edhe për mënyrën se si do hetohet për të vënë para përgjegjësisë të gjithë ata që kanë prek votat e shqiptarëve. Atëherë ju thatë që SPAK-u e ka kaluar për kompetencë Durrësit. Ju keni anfirmuar këtë vendim të SPAK-u që e ka marrë vendim dhe ka marrë për Davidi vendimin? Unë e kam ankimuar në tërësi vendimin e prokurorit të çështjes, zoti Dado, i cili ka pranuar që kandidatit Aulon Kalaja janë manipuluar vota dhe janë marrë vota, dhe këtë e thot dhe KQZ-ja nga rinumërimi, por nuk ka pranuar grupin e strukturuar kriminal. Gjykata vëren se nuk është detyrë e individit e kandidatit ose i qytetarit që të vërtetojë përpara prokurorisë të gjithë problematikat e zgjedhjeve. Mjafton indicje dhe mjafton që të ketë luajtur një votë, thot gjykata, që të hapen kutitë dhe të vërtetohet, sepse kjo çështje nuk shkohet me projekcion. Kësaj çështje shkohet me hetim. Dhe ky hetim duhet ndodhë një orë më parë, siç ka vendosur gjyqtarja, pra shfuqizimin e vendimit të datës 30/7/2025, detyrimin e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të regjistrojë procedimin penal të zotit Aulon Kalaja, konstatimin absolutisht pavlefshëm të aktit procedurial me datë 1, 2, 3, 4 dhe kundër këtij vendimi sigurisht që ka ankim brenda 10 ditëve. Pra, ky është një moment shumë i rëndësishëm besoj unë për votën në Shqipëri dhe i pa precedent. Kujdes, nuk kemi pas ndonjëherë hetim të tillë përsa i përket votës, sepse këtu ka disa momente që ju si gazetar duhet i shikoni me vëmendje, të paktën në faqen e parafundit të fundit, në detyrat që i ka vendosur gjykata prokurorisë për hetimin e kësaj çështje.